Me rritjen e temperaturave dhe motin e thatë, është favorizuar nxjerrja në kullote baktive, duke bërë kështu ndryshimin e regjimit ushqimor. Përgjegjësi i sektorit të punës racore në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore, këshillon blegtorët që kujdes të tregojnë në kalimin gradual nga regjimi stallor në kullosor. Ndodhemi në momentet kur është bërë shkëputja e qingjave nga nënat e tyre. Dhentët që prej një jave janë futur në mielje, ka filluar edhe pjesa e kullotës së tyre, pra ajo që quhet edhe në gjuhën ndërkombëtare pastoralizmi. Ushqyerit e këtyre kafshëve duhet bërë në mënyrë graduale. Kafshët nuk duhet dalën nesër në mëngjes në kullot, duhet të mbështeten me pak ushqime në grash derisa të bëhet ajo periudhë e tranzicionit nga ushqimi i thatë që ishte i dimror, i dimrit dhe pastaj në kullot, që është një ushqim relativisht i njohur dhe kafshët besojnë në një tronditje pastaj të traktit digestiv. Por normalisht ne këta kemi sugjeruar dhe fermerëve të ndryshëm cilët mbashtojnë në bagti të imta për një periudhë tranzitore të ushqyerit të kafshëve nga ushqimi në grash në kullot, dhe kjo duhet bërë për një periudhë rreth 2 javore, 15-20 ditore. Në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore mbashtohen rreth 400 krerë baktish të imta, që janë reproduktor me vlera të larta racore. Pjesa më e madhe e qengjave të siguruar këtë vit tashmë janë shpërndar për blegtorët.